më shua në një kompani autonome të shtabit përgjithshëm që mbronte shtabin në distancë të largët. Dhe tash ishte shofer tjetër dhe shoqërues tjetër. Por vante ajo kompania ajo që në ca depo kooperative. Mirë po binte shi dhe kish para se të vinë po më çuan në komandën e zonës operative të Kashanikut. Imri Iljazi ishte komandant zone. Atje kur vajta unë si që ishashtu i lagur, i mjekuar, po i lagur, vajta atje, gjeta këta oficerët e tjerë që ishim njësë bashkë ka Tirana. I gjeta atje. Tani mua më hapën vend që të thasha se isha uj, komplet. Edhe erdi i Miriu, komandanti zonës, edhe i pa të gjithë ne me uniformu që këjë gjithë. Filloj të pjështë, nga jeti, mua më këshin thënë, Hashimi, me Kadri Veselin më këshin thënë. Kur të pjësin nga je, thuaj, jam nga Struga. Nga? Nga Struga. Aha. Sepse strugarët flasin toskrisht dhe mos të komprometoja shtetin shqiptar. Edhe mirë. Mirë, po nuk e djau që pas kishe që këta kishin hapur fjallin që vjen një kolonel nga Shqipëria. Dhe unë isha të shti i gjveshur, heqë dhe gjaketën, sepse isha lagur. Dhe po të oficeri më tha mua, i shkurtër dhe zbjerë sy, se ata janë tërpjuaj. Po oficeri, thash, nga jeti, tha. O isha i fundit të pjëtësh, tha, unë i thash, jam nga Struga. Në momentin që më thash, jam nga Struga, ato vajzat që rrinin a shërbenin, troqja një jepën, që ne kanë gënjërë, tha njëra. Pa letha tjetra, në thanë dhe ishte koronel dhe dhe nga Shqipëria. Unë u preka shumë. Edhe të ashtë i preka. Dhe, jo mërë jo thash, unë bëj nga Tirana. Dhe jo drejtan. Së me ka puthur mama, si që më puthur ato. Ushtarët, vinin e prekin me dorë. Okej. Ata Shqipërinë e kishin përndi. Dhe, i ke pëse më hoqin veç, të vaja veç me këta, do venim të kompaninë autonome, sepse unë nuk e dhja i do me qonin në shtab të bridhëshme. Vam të kompaninë autonome. Mirë po kishë dalë përroj, makina s'futej, këtu kishim një bensi s'futej do të. Shoqërusi dhe ki shoferi u gjveshen. Mua ma kishë nda të gjvishës ati dhe pash një vaun që kështë gurë, edhe engra me si që do hedhë gurë me gurë do kale ma dalë. Andim ata në priste komandanti, komandant Guri, Jetullah Qari, kështë emri, Guri i flistin, me 2 ushtarë. Dhe unë hodha në i gurë, hodha në gurin tjetër, kër mbrita afer mes të vahut, e pas që nuk hidhe shate guri tjetër me pajimet. Hoqja qamten, se kisha fisheke, granata, ushime, robat e mija kisha në qamt. E nëzore qamten edhe i fola, a e pret dot. Mira, e dallon nga dialekti që unë si shë nga Kosova. Hudë, tha, ja hodha qamten. Po automatik unë e pret dot i thashun, e presta, hudhe. Sepse ka një teknik për të hedhë armi, që ta kapish vertikalisht e ta kapish në ajo. Ne këtë praktikonim shumë në ushtëri. Edhe hodha kapi, e pas që ustaraki, praf kapi në ajo. Dhe unë, tak, u hodha. Kur hodha vajta t'i pjadorën, a i në zirë pisoletë. E mbush i pisoletë dhe filloj t'jellot. Ka Shqipëria në luftë, fituam luftën. Dhe ushtarë në mbush automatik. Kompania që gjumë ishte mesnat, doli gjithë kompania, shikë alarmë, më këtë në përjo. Se erdi Shqipëria në luftë. Më mori këj, edhe unë nisëm për në malë Berishës. Kur në mes të rrugës në del një gjip, dalon, thotë, kush është Shpëtim Golemi? Se më kishin thënë, bëjem emrin da është Shpëtim Golemi, pseudonim. Unë jam shefi shtabit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Do jesh zëvendësi. Edhe me mori ai, i panë me këngjivin e tia. Edhe shkuam në shtabet e përgjithshëm. Kështu mbrita në shtabet e përgjithshëm. Mbrita në shtabet e përgjithshëm dhe fillimisht u angazhova për të njëjtur ushtrinë. Për të njëjtur sa zona janë, ku janë,
bilen me hartë mi të reguan ku kufizohet zona me zonin 7 zona operative. Dhe bëm disa rekoinicione bashkë me shefin e shtetit që dhinë fjalë dhe ushtrin, po edhe ku bini qytetet e Kosovës. Në datën 20 mars filloi operacioni Potkoj. Dhe unë kam ajtë në 7, tash në datën 20 mars. Dhe më thot mua Bislimi, shpëtim ishte ora 5:30 mëngjesit. Shpëtim tha, se kemi mbledhje urgjente të shtabit Berisha. Edhe mbledhëm. Na raporton Kadri Veseli, shefi informacionit sekret të UÇK-s. Ai kryen detyrën e shefit zbulimit për të raportuar. Dhe raportoi që ushtria sërbe ka kaluar mësimet Berisha me emërtimin operacionin Potkoj. Janë 144.000 forca. Të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar, 2.000 vëzhgues ndërkombëtar janë përzënë nga Kosova. Tashi, si ta përballojmë situatën? Për të një masakër, nga të gjitha dhënat. Po. Dhe ishim të gjithë antarët e shtabit Berisha. Nuk ka pas vetë në antari i drejtës politike në shtab ka qenë prezent vazhdimisht Kadri Veseli, se ishte dhe shefi zbulimit edhe antari i drejtës politike. Kurse antarët e tjerë drejtës politike ishin ose jashtë, ose në Shqipëri, ose në Evropë, ose ishin në Rabuje, ngeli si shikëfyrë akoma nga Rabujeja. Dhe raportin e bëri Kadri Veseli, që janë kaq forca, kanë sulmuar këtu, kanë gjitha me radhë. Pastaj, flet në ana e trajton qëllimin dhe strategjinë e kësaj ushtrie që ka kaluar mësimje Kadri Veseli, ky Bislim Zirapi, dhe pastaj fillon diskutime. Shidojo ju ndashi, të gjithë antarët e shtabit, kishte edhe një shokun tim, kishim qenë bashkë në akademi, ai kishte qenë komandant i divizionit Gjenjos, Bardhil Tahiri, në koronel dhe ai, dhe të gjithë këta Gjenjo kishte qenë, të gjithë këta flisin dhe një ditë kalojmë në mbrojtje, të thomë të drejtën, basi e thomë barët pa. Atë orë, që unë s'po flisja, mendoja si të largohem, po të mos më quajnë dezertor. Sepse thash, këta janë gjitha brigadat motorizuara, të blinduara. Ne të presin në mbrojtje me automatik. Sa këta kishin një vit i luftonin në këtë tillë luftë banin. Mbrojtje, kur i sulmonin 300 malive. Luft partizane, tipika, luft guerrilla. Jo, ata akoma jo, ata kishin bërë luft frontale, s'kishin bërë luft partizane. Jo me sulme, me mbrojtje, vetëm me mbrojtje. Dhe në një moment më ndërin Kadri Veseli mua. Po ti shpëtim se vetë. Këta kishin folë nga 2 herë. Më shumë. E thash, nuk flas se nuk jam dakord me ju. Si dakord? Nuk jam dakord me ju. Si do të shirojmë Kosovën duke luftuar në mbrojtje? A dhe nuk shirojë duke qenë në mbrojtje. Duke pritur ushtari, kundërshari, shirojë duke sulmuar kundërshari. Po shpëgo zënë të kalim luft partizane. Çdo thot luft partizane. Po shpëgo. Filluan debatet prapë. Filluan debatet edhe unë përgjigjesha. Ndërin të juve, përgjigjesha. Më në fund, një antar i shtabit Berishëm, ishte shefi financës i shtabit Berishëm, një Adem Grabovsi, nga Peja. Të gjithë antarët e shtabit Berishëm, ishim 13 antarë shtabit Berishëm. Duke përfshirë shefin e shtabit, dhe gjithë të tjerët ishim antarë të armëve dhe të shërbimeve. Nga 13 ishim oficer amador, kolonel e lartë, ashtu major e lartë. Shqiptarë dhe shqiptarë të Kosovës. Shqiptarë vetëm 2 veta ishim, unë dhe Bardhil Tahiri. Të tjerët ishin nga Shqipëria, të tjerët ishin kosovarë. Kishim mbaruar gjithë universitetin. Të gjithë ishin intelektualet, se shtonë. Në qartë ishin profesionistë. Profesionistë, dhe kishin një vit në luftë. Dhe më kishin 2 vjet në luftë, dhe më kishin fituar përvojën në luftë, se akademia me mirë është lufta. Tamam. Dhe Ademi u thot, qafë zgjasnim shumë. Leta bëni, i thoni këti të Shqipënisë, të bëj urdhrin e të kalojmë në luftë partizane.
se u vajteja 2 orë debat, dhe më në fund, pati shumë debat edhe u bindën që do, vetëm me luftë partizane mund të përballojmë, sepse u i binda që mbrojtja më e mirë është sulmi. Dhe si të sulmojmë, vetëm dhe kështu do fuqizohet edhe UÇK-ja se do ketë luftë në gjithë Kosovën, do ketë patur luftë në gjithë Kosovën, do furnizojmë me ushtar, se do të dihet shtëpia tjetër dhe do vi djali të marrakën. Kishit eksperiencë që u lebërit të shukur djeg një shtëpinë që del malit, ë? Por lufta shqiptare kështu fillon. Ashtu është. Kështu fillon. Edhe përgatitëm urdhin, edhe urdhë u qet teksti shumë i shkurtër. Të vazhdoi luftimi në mbrojtje deri në fillimin e errësimit. Gjatë kësaj kohe të rriqet popullsia në rajonet që juve i keni të arsyeshme se mbrohet. Me të filluar errësira, të filloi shkëputja graduale me armikun. Fillimisht me skuadra, me toga, me kompani. Pasi të shkëputen të kalojnë shtëpinë e armikut. Atje të sulmojnë maksimumi me grupe dhe me toga. Jo më tepër. Kaq, se ne na kishte ndihmuar shumë ushtria, se të thua s'ka ushtri, s'kishte ushtri, kur vetë Gjermania na kishte 120 telefona satelitor, fakse dhe radio dore. Dhe po të ishim ushtri, rokopuj, kujt me kriminalëve do rejpin. Dhe dërgua me faks, këtë të gjitha zonat operative kishin edhe telefon satelitor, edhe faks. Edhe u anisëm në faks këtë, të gjithë këthem përgjigje e morëm, dhe këthem përgjigje do fillojmë në zbatimi urdhët luftarak.